para, ti s'ke asnjë të drejtë, as politike, as morale të flasësh në emër të popullit, sepse të paktën në këtë sallë, në emër të popullit, ka një shumicë të caktuar nga vota e një viti më parë, ndërkohë që ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutëshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi, ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote. Edhe si puna e këtij tjetrit, edhe si puna e Gones, edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, përmes këtij tjetrit, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq. Por petat e byrekut po hapen, siç u hapën edhe historitë e përfshirjes së lloj-lloj balte, lloj-lloj llumi. Dhe një gjë duhet ta dini. Flamingot janë një zog shumë i pastër dhe nuk rrin me llumin. Prandaj ikën nga ju. Llum. Përfundoni, lutem. Replik mi replik nuk mund bëhet. Projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2025 nuk ka replik mi replik. Në bazë të netit 103.3.1 e rregullores, projekti rezoluta do të prezantohet nga relatori i Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, zoti Piro Vëngu. Zoti Vëngu, fjala për ju, koha deri në 20 minuta. Nderuar kryetar, nderuar koleg, ka një farë paradoksi moral kjo policia e gjuhës, policia e sjelljes që bën opozita gjithë këto ditë. Flet për censur, ushqen linçimin çdo ditë, viktimizohet këtu, po ushqen dhunën verbale dhe atë reale brenda dhe jashtë këtij kuvendi. Duhet t'i japim Cezarit atë që takon Cezarit, se të paktën opozita e re nuk ka frikë nga vezët, si ajo e vjetra. Por realisht gjykoj që pavarësisht se citoni të mjerët zoti Muçi këtu, është një roman, mos e merrni si manual politik. Tani, do doja që t'i riktheheshim rendit ditës dhe të gjithë raportimit që kanë bërë në Komisionin Përkatëse e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve. Vlen ta bisedojmë sot jo si një program rutinor të kuvendit, po sepse çështjet zgjedhore, besoj unë, kanë një vlerë të posaçme në çdo debat që bëjmë, për të forcuar pikërisht atë besimin që shpeshherë cënohet i publikut, i qytetarëve në gjithë procesin zgjedhor. Nuk do ju marr shumë kohë dhe do kërkoj lejen e kolegëve që mos të ndaloj shumë ke vlerësimi punës së vitit kaluar, pavarësisht progresit evident qoftë nga pikpamja e digitalizimit, forcimit të sigurisë të administrimit të votës, por të ndalem ke ato rekomandime konkrete që janë dhënë qoftë nga Komisioni i Posaçëm, qoftë nga Komisioni për Nismat Qytetare. Kuvendi rekomandon që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për vitin korrent të përmirësojë punën në këto drejtime. Të bashkëpunojë me strukturat përgjegjëse të kuvendit për zhvillimin, konsolidimin e metodologjisë standardizuar të treguesve të performancës, si bazë për monitorimin dhe vlerësimin e rekomandimeve të rezolutës në funksion të rritjes llogaridhënies së mbikëqyrjes parlamentare. Dhe ky angazhim të përmbushet brenda tremujorit tret të vitit 2026. Të përfshi teknologjinë e informacionit si fushë prioritare në planin strategjik 26-31,
e cila të adresoj zhvillimin, mirëmbajtjen, sigurinë, auditimin e qëndrueshmërinë e sistemeve digjitale të KQZ-s. Përfshirë objektivat matshëm, afate, përgjegjësi institucionale, masa për sigurinë kibernetike dhe përdorimin e teknologjive të reja në proceset zgjedhore. Strategjia të përcillet kuvendit. Pika 3, të forcoj transparencën dhe kontrollin efektiv të financimit të fushatave zgjedhore përmes përmirësimit të sistemit elektronik të raportimit financiar, i cili duhet përshtatet dhe bazohet në ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, standardizimit kategorive dhe përshkrimet të shpenzimeve, verifikimin e të dhënave të deklaruar nga subjektet zgjedhore dhe kandidatët, si dhe publikimin e raporteve financiare në format të hapur dhe të aksesueshëm për publikun. Ky element vlen edhe për debatet në komisionin e posaçëm gjatë këtyre ditëve. Të hartoj dhe të paraqes kuvendit një raport të veçantë mbi auditimin e financave të partive politike dhe fushatave zgjedhore. Raporti përfshi auditimet, subjektet, gjetjet, shkeljet, masat administrative të marra, statutin e publikimit të raporteve të auditimit dhe funksionimin e regjistrit të auditimit financiar. Pika 5, vijoj fuqizimin e strukturës përgjegjëse për trajnimet, për të siguruar forcimin e kapacitetit të komisioneve zgjedhore në nivele vendore, grupeve të numërimit votave, duke siguruar pjesëmarrjen e anëtarëve të këtyre komisioneve në sesionet e trajnimit, të zhvilloj më tej përmbajtjen e kurrikule, standardizimit tyre duke përgatitur manuale të thjeshta të përdorshme lehtësisht nga grupet e synuara. Kjo pikë është posaçërisht e rëndësishme sepse sa më shumë informacion ka, sa më shumë kulturë demokratike ka për mënyrën se si votohet, mënyrën se si administrohet vota, mënyrën se si mbrohet vota, dhe si ajo numërohet, aq më pak vend ka për teori konspirative apo për anatemime të këtij procesi. Pika 6, monitoroj zbatimin e masave për akses të pavarur dhe efektiv për personat me aftësi të kufizuar në procesin zgjedhor. Të gjithë që jemi marrë me procesin zgjedhore e kemi vënë re sa e rëndësishme është cilësia e vendit ku votohet dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme për sa i përket të gjitha grupeve me aftësi ndryshe që duhet të kenë të drejtën e tyre të pacënueshme për të votuar. Përmes verifikimit paraprak të qendrave të votimit, hartimit të një plani për përshtatjen graduale të infrastrukturës në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore. Pika 7, të siguroj përmbushjen efektive e detyrimeve institucionale që lidhen me rekomandimet OSBE-ODIR-it. Këtu një pikë konsensuale për gjithë mamërmendja përmes identifikimit të masave konkrete që janë kompetencë e KQZ-s dhe hartimit të një plani veprimi për zbatimin e tyre. Zbatimi i këtyre rekomandimeve të përfshihet si seksioni i përhershëm në raportin vjetor të KQZ-s. Pika 8, intensifikoj përpjekjet për edukimin e votuesve, identifikimin elektronik, votimin jashtë vendit, mënyrën e plotësimit të fletës votimit dhe denoncimin e shkeljeve zgjedhore, me qëllim që çdo zgjedhës të ketë informacion mjaftueshëm për të votuar në mënyrë të pavarur, të informuar dhe të sigurt. Pika 9, të zgjeroj objektivat dhe grupet e synuar të programeve edukuese, duke përfshirë dhe administratën publike, me modulet posaçme mbi neutralitetin institucional, ndalimin e përdorimit të burimeve shtetërore dhe parandalimin e shkeljeve gjatë fushatës zgjedhore. Pika 10, të miratoj ndryshimet e nevojshme në aktet në ligjore për monitorimin e institucioneve publike dhe përdorimin e burimeve shtetërore gjatë periudhës zgjedhore, duke përcaktuar qartë kategoritë e veprimtarive të ndaluara, rastet e përjashtuara, detyrimet e raportimit, mekanizmat e sanksionit administrativ. Pika 11, të kontribuojë në analizën e përbashkët me Prokurorinë e Përgjithshme dhe strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për krimet zgjedhore të vitit 25, duke përfshirë problematikat e konstatuara dhe rekomandime për përmirësim. Pika 12, të angazhohet me përmbushjen e plot të standardeve të transparencës institucionale në përputhje me programin e transparencës, rekomandimet e komisionerit për drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale. Të siguroj zbatimin në kohë të rekomandimeve dhe vendimeve të institucioneve të pavarura, duke raportuar periodikisht çdo 4 muaj në kuvend mbi masat e ndërmarra dhe statusin e zbatimit tyre në përmbushje detyrime institucionale dhe standardeve europiane. Të forcoj bashkëpunimin ndërinstitucional me Autoritetin Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, Autoritetin e Mediave Audiovizive dhe Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare për identifikim, vlerësim, adresim të rreziqeve që lidhen me ndërhyrjet e huaja në proceset zgjedhore, një element ky çdo vit dhe më i rëndësishëm në mbar Europën. Përfshirë kërcënimet kibernetike, manipulimi informacioni, forma të tjera të ndërhyrjes hibride. Të hartoj brenda muajit nëntor, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, një raport mbi vlerësimin e rreziqeve, masat e ndërmarra, nivelin e koordinimit ndërinstitucional dhe nevojat për mbështetje,
besoj se këto pika konkrete me afate shumë konkrete brenda vitit do japin mundësi që në këtë asamble ta kemi procesin zgjedhor në fokus të përhershëm dhe përsosjen e tij gjithnjë në qendër të veprimtarison, ndaj dhe ju kërkoj ta mbështesim 1-0. Ju falenderoj, kryetar. Faleminderit. Fillojmë me listën e diskutimeve. Zoti Damian Gjiknuri, 10 minuta. Mirëdita, nderuar kryetar, nderuar deputet. Në fakt rezoluta që kolegu paraardhës e përmendje përmbledhi shumë mirë në lidhje me pikat më thelbësore që përmban ajo, reflekton në një farë mënyrë diskutimet që janë bërë dhe në Komisionin e Ligjeve, por dhe në komisionin tjetër, për shqetësimet të cilat duhet të adresoj KQZ-ja, konstaton arritjet e këtij institucioni gjithnjë e më shumë profesional në administrimin e zgjedhjeve dhe praktikisht hap rrugën edhe për forcimin e kapaciteteve në të ardhmen të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili është një institucion kyç i gjithpranuar, i ndërtuar me konsensus, dhe këtë mos ta harrojmë, për të administruar zgjedhjet. Dhe provat janë dhënë. Provat janë dhënë dhe në zgjedhjet e kaluara, për sa i përket rolit të KQZ-s, si dhe në zgjedhjet pjesore që janë zhvilluar në Shqipëri, ku në gjitha konstatimet në raportin e Odirit, thuhet një fjalë, aty është një kapitull i plot, një paragraf që thekson një element. Zgjedhjet në Shqipëri administrohen në mënyrë profesionale. Pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar integritetin e mjaftueshëm për të përballuar edhe flukset dhe presionet politike për administrimin profesional të zgjedhjeve, që do të thotë ka një profesionalizëm të evidentuar, ka pavarësi të mjaftueshme dhe ka qenë në gjendje që rrallë herë ndodh kur ka presione politike, një institucion të përballojë në mënyrë transparente vendimarrjet duke adresuar shqetësimin e palëve. Dhe jo më kot raporti e thekson këtë. Pra e theksoi administrim profesional i zgjedhjeve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse këto vite është arritur diçka. KQZ-ja zgjer jashtë debatit politik për sa i përket ndikimit në zgjedhje. Për të paktën kemi shpëtuar një institucion. Se pak herë ndodh në Shqipëri shpëtojnë institucione, se gjithë institucionet marrin njolla. Në këtë rast, institucioni i zgjedhjeve, për mënyrën si është ndërtuar, fal edhe një reforme konsensuale të vitit 2020, garantoi transparencë të mjaftueshme dhe madje arriti të organizojë edhe një proces shumë të komplikuar votimi, që ishte procesi i votës së diasporës. Dhe për këtë ka marrë vlerësim, pavarësisht problemeve logjistike dhe teknike, sepse afërmend për herë të parë zbatimi i një politike të re dhe zbatimi i legjislacionit të ri për sa i përket votës së diasporës, patjetër do të sillte sfida logjistike dhe probleme. Dhe në rezolut i rekomandohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta përmirësojë këtë eksperiencë të mirë të ngritur mbi zgjedhjet e kaluara apo mbi kapacitetet tashmë të ngritura të KQZ-s. Gjithashtu i mëshohet fort në rezolut teknologjisë. KQZ-ja, të them të drejtën, dhe këtu fal konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithpranuara si çështje politike, siç është identifikimi i zgjedhësve, siç është çështja e numërimit elektronik, pavarësisht se kjo fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj, unë e quaj shpesh, atë më pëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një
qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër, përfitoj nga rasti me qenë se e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëputës nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikërisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë e kam thënë, dhe ja them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga ngjarjet jashtëparlamentare. Patjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpyetje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti OSBE-Odiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivelet lokale, qoftë me një numërim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Pse? Në fundit, ligji zgjedhor dhe zgjedhjet politike janë dhe mirëbesim. Prandaj, duke i mshuar elementit të mirëbesimit dhe të bashkëpunimit politik, ju kemi lënë mundësinë që ata të zgjedhin një nga format më të pranueshme. E njëjta gjë kemi bërë edhe me ligjin për financimin e partive politike, gjë që është përfshirë dhe në këtë rezolutë, për faktin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një detyrim për të raportuar mbi auditimet për partitë politike. Sot që flasim, kemi një projekt teknik konsensual, i cili ka kaluar dhe filtrin e Odirit dhe Komisionit Venecias, ku kanë dhënë disa rekomandime dhe kemi mundësi që edhe në këto javë të mbetura ne t'i vim kuvendit me një ligj të gjithëpranuar. I kam garantuar kolegët e opozitës, meqense Komisioni Venecias ka thënë për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushatat zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat t'i miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji i ndryshuar i kodit zgjedhor të miratohen njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të jap pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtym dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe tek kodi zgjedhor. Nga ana tjetër, dua t'ju bëj me dije kolegëve që kemi rënë dakord edhe me Odirin dhe me Komisionin Evropian për të zhvilluar një aktivitet në datën 26, Komisioni i Reformës Zgjedhore me të gjitha institucionet e përfshira që asistojnë këtë proces, për të adresuar një pikë që opozita e ka konsideruar të rëndësishme, që është ndarja e shtetit nga pushteti, apo të themi mospërfshira e administratës dhe përdorimi i burimeve në favor të një partia. Unë nuk dua të theksoj më shumë sa të vërteta janë këto, sa që ndrojnë, e di që ka probleme, kjo është një kulturë e dobët demokratike, në përgjithësisht këto vjen re dhe në vende tjera, ama kemi thënë dhe kam dhënë garanci për këtë, le të gjejmë praktikat më të mira europiane me qëllim që të adresojmë dhe këtë pretendim të mbetur. Megjithëse kodi zgjedhor shqiptar në vitin 2020 ka përcaktuar kufizime që në asnjë vend të Europës nuk ekzistojnë. Megjithatë, së bashku me kolegët e opozitës kemi thënë le të gjejmë modele europiane më të mira, nëse ka. Në dijenin time nuk ka. Gjithsesi, ja kemi lënë ekspertët ndërkombëtar për të bërë dhe një hap më tutje për të shkruar në një kufi, në një frontierë të pazbuluar, se në çfarë pike ne do të vendosim ekuilibrin e kufizimit të lirisë të administratës për të kryer funksionet e veta, po njëkohësisht edhe mos krijimit të avantazheve të padrejta në favor të partisë pushtet. Është vetëm një çështje sepse opozita nuk ka si çështje tjetër për sa i përket administrimit zgjedhor. Çdo gjë tjetër tashmë i takon mirëbesimit, forcimit të kapaciteteve të administratës, por mbi të gjitha thash besimit
të përbashkët politik. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore, meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociatave dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvillojë zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-u deri dhe zgjedhje të lira dhe ndershme, mos të kthehet kjo në një mollë sherri dhe një Waterloo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane. Kështu që do të thoja që mirëbesimi politik dhe në fundit zgjedhjet që përcakton populli janë ato që do të administrohen dhe pikërisht duke qenë të tilla do doja që zgjedhjet të mos kthehen gjithmonë kapitulli i vetëm i një konflikti të përjetshëm që më shumë bëhet pis për shkak të retorikës politike se sa energjisë që do të shpenzonin palët për gjetur një konsensus qoftë edhe në këtë reformë zgjedhore.